أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut xhalla wa ala shpjegimin e dersit të 66 me radhë nga tefsiri i Kuranit famullar, e që neve jemi mbet tek ajeti 159 deri në ajetin 163 ku me lejen e Zotit xhalla wa ala do të shpjegojmë sot. Që në javën e kaluar e kemë shpjeguar ajetin 158 ku Allah azza wa jalla i tregoi disa dispozita dhe na mësoi se si duhet të qaset besimtari çështjeve të tauhidit, njohurinë së Zotit dhe të largohet nga shirku, duke e pa që prishanjeve e Zotit është edhe Safa dhe Marwa. Allah azza wa jalla ajetin e vazhdim thot: innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kjo ajet Allahu subhanahu wa ta'ala na isharon rrezikun e fshehjes së dijes. Thot innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda, ata të cilët e fshehin argumentet tona dhe faktet tona, që ne thot i kem zbritur në libër, ulaika yal'anuhumullah, ata thot janë të mallkuar nga ana Allah të Zogjel, o yal'anuhumul la'inun, edhe i mallkojnë ata që mallkojnë. Të dashur vëllezër, ulema e Islamit kanë thënë, kush janë këta njerëz të cilët ka zbrit ajeti për ta, që të cilët e fshehin dijen. Ulema e Islamit thonë janë mendimi i parë, thotë janë rabinët jehud dhe priftërinët krishterë të cilët e kanë fsheh argumentet e qarta në librat e tyre për ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilësitë e tij dhe ardhin e tij, të cilat për të cilën Allah azza wa jall ka lajmëruar edhe në Tevrat edhe në Injil, edhe e kanë fsheh të vërtetën, e kanë fsheh dijen e tauhidit dhe njohurinë e Zotit, dhe e kanë fsheh ardhin e Rasulullahut. Për këtë Allah azza wa jall thot do t'i mallkoj dhe i mallkojnë ata të cilët mallkojnë. Disa ulema tjerë thonë ka zbrit posaçërisht për jehudët e Medinës, të cilët përpas që i kanë fsheh cilësitë e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, e kanë fsheh dispozitat e Zotit që i ka zbrit në Tevrat për kita zime zinasharin me rejmi. Për arsye se edhe të këta, ai i cili ka qenë i martuar dhe ka rënë në amoralitet, dënimi ka qenë me vdekje. Edhe në Tevrat, sikurse që është në Kur'anin famullar. Për arsye se ka është rregull të ne që shariatet e mëhershme janë edhe shariatet tona përderisa ato nuk bien ndesh me shariatin tonë. Është rregull. Pra ka dispozita të cilat kanë qenë edhe më herët, por që janë edhe sot. E prej dispozitave ka qenë që kur njeriu i martuar bën amoralitet, edhe tek këta në Tevrat ka shkruar që dënimi ka me vdekje. Dhe ata këtë dënim nuk e kanë praktikuar. Por sidomos te pasionik nuk e kanë praktikuar. Ndërsa te fukarajt kanë ndodhur që e kanë praktikuar, ndërsa te njerëzit zyrtar kur kanë ndronë amoralitet se kanë praktikuar. Dhe që kanë thonë? Hajde shkojnë atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është rahim, është i butë, shariati i tij është i lehtë, edhe të bim në gjykimin e tij. Ai na gjykon, për arsye se e kanë pas zakon që ai që ka qenë i martuar dhe ka bë amoralitet, e kanë fshih të vërtetën, e kanë hyrë në gomar prapë dhe e kanë lyf fytyrën me zezë. Kështu kanë bërë ata, e kanë fshih dije. E kanë hyrë në gomar prap, ja kanë lyf fytyrën me të zezë, edhe gruas edhe burrit dhe i kanë shëtit në për qytet.
Kur shkojnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë o Muhammed, kështu ka ndodhur, po do më rani gjykimin tëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë bëre Tevratin, bënë Tevrat, si në Tevratin dhe lexoni ajetet që flasin për këtë çështje. Dhe vjen një prej tyre, një rabin prej tyre dhe i lexon ajetin që është fillim, e lën ajetin që është me dënim e vdekje me rëxhëm dhe kalon te ajeti tjetër. Mirë po në anën e djathtë apo tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ka qenë rabin jehud i cili është pa musliman apo sahabe, ka qenë dietar i fortë edhe i Tevratit, edhe i Injilit, po edhe është ba sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë ja Rasulullah po gënjen. Thotë largohet dorën nga ajeti. Largohet dorën që po e fsheh ajetin që Allah azza wa jall juve jo ka bë me dijen këtë çështje. Kur e ngre dorën dhe Abdullah ibn Salam e lexon dhe tregon që ai i cili pra bën amrelitet, pra edhe në Tevrat ka qenë duhet të gërzohet, që është i martuar, duhet të dënohet me vdekje. Atëherë Allah azza wa jall thotë innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayinati wal huda. Pra Allah azza wa jall ju bën me dije që ju e keni fsheh dijen, edhe cilësitë e Resulullah, po i keni fsheh edhe dispozitat që Zoti ja ka zbrit, edhe që ja ka zbrit në libër, atëherë juve ju takon mallkimi i Allahut dhe atyre që mallkojnë. Por gjithashtu ky ajet është i përgjithshëm. Është i përgjithshëm, sepse kemi thënë që ndonjëherë zbjet i përvetshëm, por gjithashtu kuptimi i tij është i përgjithshëm. Çdo kush që e fsheh dijen, që ka mundësi me dhëna dije, sidomos për fenë e Zotit xhalla wa ala, që është qëllimi, me kallëzu për dinën e Zotit, me tregu rrugën e drejtë dhe e fsheh atë, e kap ky ajet i Kur'anit që duhet me pas kujdes. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith: "Men su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allahu yawm al-qiyamati bilijamin min an-nar." Thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, ai i cili pyetet për një dije që e din atë dhe e fsheh, në ditën e gjykimit do t'i vendosen frena prej zjarrit në gojën e tij. Frenat, a ke po frenat, zakonisht frenat ju vendosin kuajve ose gomarve ose deve. Frenat për mos me ngranë. I vendosin në gojë që mos me mujt me u për typ edhe mos me ngranë bari gjatë levrimit dhe gjatë rrotimit. E pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam po thotë, ai i cili pyetet për një dije dhe e fsheh atë, duke i ditë atë, në ditën e gjykimit do t'i vendosen frena prej zjarrit të xhenemit. Allahu na rujt. Sa është e rrezikshme me fsheh dijen e Zotit xhalla wa ala dhe mu mjaftu njeriu vetëm me veten e tij. Pastaj dikush më thon po mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët kanë për Abdullah ibn Mesudi gjithashtu për Aliu thonë që folën njerëzve në bazë asaj që kuptojnë. Folën njerëzve në bazë asaj që kuptojnë. Ose sikurse që ka ardhur Aliu apo ju tregoni njerëzve diçka që me mohu Allah dhe pejgamberin e tij duke qenë në gjallë, a bin dash njëri me tjetrin ju. Qëllimi i dijes është dashur lëzër kur njeriu e fsheh me qëllim. Kur njeriu, dietari, hoxha, njeriu që ka dije për Islam, për din e fsheh me qëllim për interesa personale ose për diçka të kësaj dynjaje. E fsheh me qëllim, sepse dietari i cili nuk e fsheh dijen me qëllim, po mendon që tregimi i një lloji të dijes në këtë kohë është fitnë për një pjesë të njerëzve dhe nuk e tregon, nuk e hyn në këtë ajet. Po hyn domethënë ai i cili me qëllim e fsheh dijen, sikurse që kam fsheh jehudët në Medinë, e kam fsheh cilësitë e pejgamberit, ose nasarat e krishterët i kam fsheh cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëllim për mos me hu pozitën e tyre që kanë pas tek populli i tyre. Mesela tjetër që është e rëndësishme dashur vëllezër është që Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Laula ayatun fi kitabillah ma haddathtukum hadithan." Thot sikur mos tjetë një ajet e Kur'anit në librin e Allahut, nuk do t'rregoja asnjë hadith. Nuk do ja t'rregoja asnjë hadith. Është për qëllim ky ajet. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayinati wal huda. Thot Ebu Hurajra sikur mos ishte ky ajet i Kur'anit, nuk do ju t'rregoja hadith.
Për shkak se u friksu me moj dijen e tij fshet. U friksu me moj dijen që ja ka dhënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam për hadithe, për ilmit, është friksu me moj fshet, por më ia tregu njerëzve. Do të sikur mos të shti kjo ajet, as i hadith se kisha më tregu. As i dijes kisha më dhënë. Po kom frikë që më rrog mallkimi i Zotit xhalla wa ala, edhe unë s'kam çush dal para Zotit pra. Hy në këtë ajet që e kam fsheh dijen me qëllim. Për ndryshe Abu Huraira, ka një hadith tjetër që thotë i kom dy thas me hadithe. Njënin thes thotë e kom qelja, kom tregu. Me bo me qelë, thotë njënin thes më shkon qafa. E ka mojt fshet sepse kanë qenë hadithe të fitneve, që njerëzit s'kan mujt me i kuptu ato hadithe. Domethënë nuk është që e ka fsheh dijen e Abu Huraira. Është qëllim dini, rruga e drejtë, Islami, tauhidi, njohëria e Zotit, tregimi për Kur'anin, tregimi për Sunetin, tregimi për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk fshehen këto gjëra. Krenaria me dinin e Zotit, nuk fshehet këtë çështje. Nuk fshehet. E shet dikon duke bërë shirk, si ja tregon tauhidin, ki mundësi me tregu, hen në këtë ajet. Sahabët nuk kanë bë pazare me këto çështje. Jo. U pajtu kush u pajtu, su pajtu kush su pajtu. Si ka interesuar atyre, ka tregu që kjo çështje është tauhid, që kjo çështje është shirk. Çështje tjera fiqhore, çështje që kanë bënë me fitnë, me akhiru zamanin, me i kanë rujt hadithet për të cilat s'kan qenë njerëzit të përgatitur. S'kan qenë njerëzit të përgatitur, sikur se ne sot suni shpjegon gjithkujt sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Suni shpjegon gjithkujt. Ai sot ka beso ditën e gjykimit, ka probleme esenciale me dinën e Zotit, ka probleme esenciale me namazin e tij, edhe ne po dojmë me shpjegoj sunetin, është shumë problematike. Duhet me e shty pak për më vonë për arsye se son gjendje me këtu këtë çështje. Për këtë nuk ka problem. Problemi është për ata të cilët e fshehin çështjen me qëllim, e fshehin çështjen me qëllim për përfitime të dynjas dhe mos humbjes së pozitës, sikurse që kanë qenë ata të cilët kanë qenë në Medinë prej tharëve të librit dhe deri në akhiru zaman të cilët i kanë fshehë cilësitë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kanë përfituar nga kjo dynja. Pastaj Allah subhanahu wa taala وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Këta njerëz i mallkon Allahu, janë të mallkuar nga ana e Allahut, janë të mallkuar nga ata që i mallkojnë. Kush janë këta që i mallkojnë? Sepse mallkimi i Allahut dihet, do të thotë me largu nga rahmeti i tij. Allahu na ruaj. La'nat, mallkim do të thotë me largu nga rahmeti i Zotit, Allahu na ruaj. E kush janë këta që وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, dhe i mallkojnë ata që mallkojnë në këtë ajet? Ulema e Islamit thonë, janë me lajket dhe besimtarët. Janë me lajket që i mallkojnë njerëzit e kufrit dhe të mosbesimit, dhe atyre që fshehin dijen me qëllim, dhe janë besimtarët e vërtetë. Dhe janë besimtarët e vërtetë që të cilët i kanë mallkuar. Disa tefsirologë tjerë thotë janë insektet, kafshët, edhe gjitha gjallësa tjera, përpos e gjinëve dhe njerëzve. I mallkojnë ata të cilët e kanë fshehë dijen, e kanë fshehë rrugën e drejtë, dhe janë pa besimtarë. Pse? Sepse ka në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, an al-kafir idha duriba fi qabrihi fasaha sami'ahu al-kull illa ath-thaqalayn wa la'anahu kullu sami'in wa la'anahu kullu sami'. Thotë kur vjen pa besimtari në varr, vjen thotë një krijesë e Allahut me një çekan prej bakri, dhe e godet në lulë të ballet, e bën hinjë dhe pluhon, thot e ndëgjojnë të gjitha krijesat bërtimin e tij, illa thaqalaini, përveç njerëzve dhe gjinëve, dhe e mallkojnë të gjitha krijesat. Allah na ruaj. E mallkojnë gjitha krijesat të cilat e kanë dëgjuar zonin e tij. Dhe për këtë thot Allah azza wa jall, për shkak se kanë fshehë dijen, për shkak se kanë fshehë cilësitë e Resulullah, e kanë fshehë dijen me qëllim, nuk e kanë besuar Allah dhe Kur'anin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i mallkojnë të gjitha krijesat. Gjithashtu disa prej ulemave thonë që i mallkojnë krijesat për arsye se për shkak të fshehjes së tyre të dijes, Allahu azza wa jall nuk çon risk. Nuk çon risk. Ka thatësin edhe kafshët pastaj durojnë për shkak të njerëzve, për shkak të pabesimtarëve, për shkak të fshehjes së dijes me qëllim. Dhe i mallkojnë bita Ademit
krijesat të cilat janë në tokë për shkak të njerëzve dhe gjunave të tyre dhe fshehjes së dijes, me qëllim paksohet risku dhe durojnë edhe kafshët, edhe insektet edhe gjallësat tjera që ato pastaj bëhen shkak që ti mallkojnë këta njerëz të cilët e fshehin dije. Thot Allah azza wa jall illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Përveç atyre të cilët janë penduar. Përveç atyre të cilët janë penduar, ju largohet mallkimi, wa aslahu dhe janë përmirësu, jo vetëm u pendu, janë përmirësu, wa bayyanu edhe pasi që e kam fshehë të vërtetën rreth Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe cilësive të tij, ja u sqaroi njerëzve. Thonë deri dje i kena fshehë, po deri sot po tregojmë që e vërteta është kështu. Disa ulema thonë në qoftë se e marrmi për i thartë e librit, po në qoftë se e marrmi edhe për shkak të gjunave dhe gjunaçarëve që janë brenda Islamit. Illa alladhina tabu, të cilët i kanë fshehë argumentet e Zotit, se kanë treguar dijen me qëllim, pastaj janë pendu, edhe janë përmirësu, edhe e kanë treguar rrugën e drejtë. Allah azza wa jalla ja pranon pendimin. Ose ai i cili është penduar nga gjunahat, thot ma nuk e pi alkoolin, si jam gjunaçar, e ka përmirësu, nuk do të thot vetëm se e kumlan amoralitet, e kumlan zinan, e kumlan alkool, e kumlan atë, e kumlan këto. Edhe është përmirësu, edhe e ka ndrru shoqërinë. O bejenu, dhe ka tregu të vërtetë, ka shëru, ka thonë, me ju mos ri. Shëshni e keqeni, nuk ri me ju. Pra e ka përmirësu vetën e tyre, e ka bërë të qartë rrugën e vërtetë. Allah azza wa jall thot, fa ulaika yatubu alayhim. Këtyre thot ja pranoj pendimin, wa ana at-tawwabur rahim, thot Zoti xhalla wa ala, unë jam mëshiruesi dhe mëshirploti, thot Zoti xhalla wa ala, duke lutur Allahun që të na mëshiron me mëshirën e tij. Pra, përveç atyre që janë penduar, Allah azza wa jall ja vlargon mallkimin, nuk i mallkojnë më krijesat, e kanë përmirësu veten, e kanë sqaruar rrugën e drejtë dhe u kthy me besimtarët në rrugën e drejtë. Pastaj Allah azza wa jall thot, ata të cilët pra janë gjallë janë pendu. Janë gjallë, për arsye se ajetin e vazhdim thot, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ata të cilët thot, kafaru, kanë mohu Allahun azza wa jall, kanë mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë mohu Kur'anin famlar, wa matu wa hum kuffar, dhe kanë vdek në këtë gjendje. Kanë vdek duke qenë pa besimtar, duke mohu Allahun azza wa jall, duke fshehë të vërtetën, duke mos e tregu rrugën e drejtë, kanë vdek në këtë rrugë. Fa ulaika alehim la'natullah. Për ta është mallkimi i Allahut azza wa jall, i melajkeve, wal malaika, wan nas ijma'in, dhe i të gjithë njerëzve. Pra Allah azza wa jall ja pranon pendimin njeriu derisa të jetë gjallë. Në moment që vdes duke qenë pa besimtar, dënimi i tij do të jetë në zjarr të xhenamit, e mallkon Allahu, e mallkojnë melajket dhe njerëzit në përgjithësi. Për arsye se ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njeriu ka kohë mu pendu derisa të vjen shpirti në fyt. Derisa të vjen shpirti i tij në fyt. Mirë, po derisa i vjen shpirti në fyt dhe i sheh melajket që po vinë me marr shpirtin, s'ka më pendim. Nuk ka më pendim. Për arsye se edhe faraoni alayhi la'natullah, kur e ka pa që po vdes edhe ardh me leku me marr shpirtin, ka thonë edhe unë po besoj ashtu siç kam besu pasues të Musa alayhis salam, mirë po vonë është vonë. Për këtë Allah azza wa jall po na bën me dije që innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ata të cilët e mohon Allahun azza wa jall, mohon pejgamberin në Kur'an famlart, o matu dhe kanë vdekur në këtë gjendje, wa hum kuffar duke qenë pa besimtar, ulaika alehim la'natullah, mbi ta është mallkimi i Allahut dhe i melajkeve dhe i njerëzve në përgjithësi. Allahu na rujt. Melajket po dihet që i mallkojnë. I polema Islami thonë, si ka mundësi me mallku të gjithë njerëzit, kur mesin e njerëzve ka pa besimtar? Si ka mundësi, ulema e diskutojnë, që me i mallku të gjithë njerëzit? Allah azza wa jall po thot, i mallkon Allahu, mbi ta është mallkimi i Allahut, mallkimi i melajkeve dhe i të gjithë njerëzve. Të gjithë njerëzit që janë besimtar. Ka prej tyre që janë pa besimtar. Si ka mundësi me mallku pa besimtari? Ulema e Islamit e kanë diskutuar duke shpjeguar këtë ajet me ajet të Kur'anit, sepse kemi thënë që Kur'ani
sfjegohet kur kemi filluar fillimet e tefsirit, Kurani famlar sfjegohet Kur'an me Kur'an, Kur'an me sunet, Kur'an me kuptim të sahabëve dhe kuptim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimin e selefit dhe kuptimin e gjuhës arabe. Ulema sa më ka thonë, kjo është kështu, thonë thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Allah azza wa jall kur e tregon hallën e pabesimtarëve në ditën e gjykimit, thotë thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da. E mohojnë njëri tjetrin pabesimtar. E mohojnë. Jo ti thotë s'ke kon, jo ti s'ke kon, fillojnë me u përlanë mes veti. Pastaj thotë wa yal'anu ba'dukum ba'da. Edhe e mallkojnë njëri tjetrin. Edhe e mallkojnë njëri tjetrin, dhe më thonë të gjithë njerëzit, pabesimtarët e mallkojnë njëri tjetrin, ndërsa besimtarët i mallkojnë pabesimtarët, sikur që ka ardhur në hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi i Zotit i ka mallkuar pabesimtarët në përgjithësi, në namazin e tij dhe në kunutin në vitrin e tij, gjithashtu sahabët dhe gjeneratat e besimtarëve deri në ditën e gjykimit ka ardhur që në taravit e tyre, në namazet e tyre i kanë mallkuar pabesimtarët në përgjithësi, por jo në individualitet. Jo në individualitet, nuk lejohet individualisht me mallku njeriu, edhe nëse nuk është musliman, domethënë është pabesimtar. Nuk lejohet mallkimi i individit bi'ainihi. Do thonë filani, Allah e mallkon. Lejohet, sepse ulema sa më kanë thonë, nuk lejohet për shkak se nuk e dim përfundimin e tij. Nuk lejohet mallkimi i pabesimtarit bi'ainihi, me thonë filani me emrin me biemën, Allahu Allah. Po në përgjithësi i kanë mallkuar pabesimtar, mirë po jo në individ, për shkak se ne nuk e dim përfundimin e asnjërit prej njerëzve, se ka mundësi që Allah azza wa jall t'ia mundsoj pendimin në momentet e fundit. Gjithashtu dashur vëllezër, nga ky ajet ulema e Islamit kanë thënë që lejohet mallkimi i gjunaqarit, edhe nëse është musliman. Lejohet mallkimi i gjunaqarëve, i atyre që bëjnë gjunahe të mëdha. Me thonë Allah i mallkoft për shembull ata që bëjnë amoralitet, ose Allah i mallkoft ata që pinë alkool, kështu më radhë. Mirë po nuk lejohet mallkimi i besimtarit bi'aini, individualisht, me thonë filanin Allah i mallkoft, s'lejohet. As në këtë rast. Për arsye se ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e kanë prunë një njeri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë alkoolicë. Në kohën e pejgamberit e kanë prunë një besimtar, një musliman, disa herë e kanë nxënë duke pi alkool publikisht. Dhe e kanë dënuar. Një herë, dy herë, tre herë, derisa njëri prej sahabeve e ka mallku, ka thonë, sa herë po të binte pejgamberi Allahut më thoft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la takunu aunan lish-shaytani li akhikum. Mos u bëni mbështetës i shejtanit për vllahun e juaj. Pra e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mallkimin e një individit të caktuar me emën dhe me biemën, sepse ky ka ardhur me gjuna, e ka marrë dënimin meritum. Pra e ka lënë dënimin për këtë dynjë, për botën tjetër e ka lënë dënimin, për shkak se e ka marrë dënimin e meritum, që ka qenë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e mallkoni njërin. Bile ka në disa rivajete tjera, ka thonë mos e mallkoni se ky e don Allahun dhe pejgamberin e tij, e don Allahun dhe pejgamberin e tij, mirë po çka ka rënë në gjuna. Pra lejohet mallkimi i gjunaqarëve në përgjithësi, po nuk lejohet mallkimi i një gjunaqari individualisht. Me thonë ti që jetu e botë që të falë gjunahu, Allah të mallkoft, ty Allah i s'ta falë. Nuk guxojna me qenë njerëz të tillë, edhe pse tek ne shqiptarët kjo është e përhapur me shumë fatkeqësisht. Do thonë kjo është fatkeqësisht e përhapur sidomos te njerëzit që janë ignorant, që ty s'ta falë Zoti, ti s'ki pse shkon në xhami, ti s'ki pse e bën këtë. Kjo është ndaluar në Islam për arsye se Allah azza wa jalla ja mundson vendimin atij që don nga robrit e tij. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot khalidin fiha la yukhaffafu anhum al'adab wala hum yunzarun. Këta të cilët pra vdesin si pabesimtar do të jenë përgjithmonë në lanet, në mallkim, përgjithmonë do të jenë në xhehenam, khalidin fiha la yukhaffaf anhum al'adab. Nuk ju paksohet as pak dënimi i tyre, wala hum yunzarun. Edhe as nuk ju jepet afat, Allah na ruaj. As nuk ju jepet afat në xhehenam. Me thon keni menajt në burg për 30 vjet, ai shpreson i shkreti me dal mas 30 vjetë. Amo heq nuk i jepet afat. Khalidin fiha, përgjithmonë kanë me qenë në xhehenam, Allah na ruaj. Ky argument gjithashtu ky ajet është që xhehenami është i prahershëm,
dhe xheneti gjithashtu është i përhershëm. Allah na ruaj nga xhenami, nga përfundimi i keq, për arsye se kur njeriu ka përfundimin e keq, dënimi i tij do të jetë domethënë me xhenem për gjithmonë. Allah na ruaj nga kufri, Allah na ruaj nga mosbesimi. Allah azza wa jalla thot pastaj wa ilahukum ilahun wahid. Vazhdim të ajetit thot wa ilahukum ilahun wahid. Dini se Allahu juaj, Zoti juaj është një. La ilaha illa hu. S'ka zot tjetër përveç tij. Nuk ka zot tjetër përveç tij, hu Ar-Rahmanur Rahim. Ai është i gjithë mëshirshëm, i mëshirploti. Kjo ajet të dashur vëllezër, ulema islami thonë, Allahu azza wa jall ju tregon njerëzve që çështja e parë që nuk duhet fshihet është njëshmëria e Zotit. Ilahukum ilahun wahid. Zoti juaj është një. Kët nuk duhet zëni me fshi. Tauhidin nuk zëni me fshi. As me qëllim, as pa qëllim. Ka mundësi që njeriu të fshihet disa dije të cilat nuk janë me njerëzit të cilët rrethojnë, ama çështjen e tauhidit nuk guxojnë me fshi. Asnjëherë, as me ata që na rrethojnë, as ata që s'na rrethojnë, as ata që dinë, as ata që s'dinë. Kjo është çështje që Allah zoti na tregon. O ju të cilët e keni fshi dijen, ilahukum ilahun wahid. Sa dush ju thoni ka zot atje. Sa dush mohane Resulullah dhe Kur'anin. Sa dush thuni që kjo është biri i Zotit, ai filani biri i Zotit. Ilahukum ilahun wahid. Nuk është dash me fshi këtë çështje, sepse Zoti është një dhe i pashaq. Zoti juaj është një. Çështja e tauhidit nuk fshihet dash. Me thonë, valla une, po rrime do shëshni, bojnë shirë ka pak, po s'po guxojmë ju bodave. Ja. Kjo nuk guxon. Kanë ardhur mushrikët te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë, ja Rasulullah, ja Muhammed, sa të si kanë thonë Rasulullah, kanë thonë, ja Muhammed, ansib lana rabbak. Kanë thonë, cilësona i Zotit tonë. Atëherë Allah azza wa jalla ka zbrit surën Al-Ikhlas edhe ka zbrit këtë ajet. Këtë ajet e ka zbrit Allah, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa hu, hu Ar-Rahmanur Rahim. Pra kur e kanë vetë ata cilësona Zotit tonë, s'ka thonë Resulullah ta këshyri tash qysh, ja. Nuk ka dashur ai me rrethana më ia shpjegu tash prokolla. Jo. Allah azza wa jalla ka thënë kul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah është një. Samad, absoluti. Lam yalid wa lam yulad. As ka lindë as s'është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sigurisht s'është askush. Absoluti. Ilahukum ilahun wahid. Edhe ka zbrit këtë ajet. Zoti juaj është një. Këtë duhet ta shpjegoni dash. Në këtë nuk duhet me lshupe. Në këtë nuk duhet me nejt na karshi njerëzve të devijuar edhe me debatu me ta si kur gjë s'u bë. Po edhe ti beson i Zot. Jo, ka dalë. Ti beson i Zot, po ku di çfarë Zoti është ai? Jo Zoti ju. Allah po thotë Allah është një dhe i pashaq. Zoti juaj është një. I cili është samad, absoluti. Lejse kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ati nuk i ngjason askush nga krijesat e tij, dhe ai është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi xhalla xhalaluhu wa taqaddasat asma'u. Pastaj thot la ilaha illa hu, tauhid. La ilaha illa hu, s'ka zot tjetër përveç tij. Tauhidi përbohet prej dy komponentave, mohim dhe pohim. La ilaha illa hu, la ilaha e mohim, mohon çdo zot tjetër. La ilaha mohim çdo zot tjetër mohon. Illa hu, përveç atij, përveç Allah azza wa jall. Tauhidi la ilaha illa Allah. La ilaha do thot s'ka zot. Asnjë zot tjetër s'ekziston. Illa Allah, përveç Allahu xhalla shanu. Pra tauhidi, njëshmëria e Zotit përbohet nga këto dy komponenta. I mohon të gjithë tagutat, të gjithë të adhuruat e tjerë të kot, të gjithë zotat të cilat i adhurojnë të tjerët, përveç Allahu azza wa jalla, i cili meriton adhurimin, la ma'budu haqqan illa Allah, i cili nuk e meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Disa prej njerëzve e kanë pas dert për fundimin e tyre, subhanallah. Do thonë lut Allahun që mos më marr shpirtin te fjala la ilaha illa Allah, shpirtin te mohimi. Do thonë se s'di çu dal para Zotit. Do thonë me ta marr shpirtin, do të thonë la ilaha, s'ka Zot edhe ta marr shpirtin me lajka. Ka thonë çu është puna e këtij njeriu, e kanë diskutuar. Çka e puna këtij? A është mohus? A është që shkon me tauhid e Zotit? Imam Kurtubi ju thotë jo, sepse tauhidi njëshmëria më së pari është me zemër, pastaj shqiptim me gjuhë. Allah azza wa jall merr parasysh ato që ke pas në shpirt, në zemër, edhe nëse s'ta mrin me çu tauhidin, domethënë fjalën e tauhidit deri në fund, ti vetëm se ke udhek muwahhid dhe me lenin Allah azza wa jall je prej banorëve të xhenetit, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna."
ai që fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, ka për të qenë për banorëve, ka për të hyrë në xhenet, lutemi Allahun me qenë prej tyre. Lutemi Allahun xhalla wa ala që fjala e fundit të jetë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, Allah azza wa jalla të jetë i kënaqur me neve. Nuk e lutur Allahun azza wa jalla që të na mësoj ikhlasin, sinqeritetin. Fjalën la ilaha illallah, të punojmë me fjalën la ilaha illallah, të jetojmë me fjalën la ilaha illallah dhe të vdesim me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duke qenë Allah azza wa jalla i kënaqur me neve, duke qenë prej atyre besimtarëve që Allah azza wa jalla i fton ditën e gjykimit dhe i bën prej robërve të tij të dashur dhe prej xhenetive. Amin. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.